kom rri qelsin prap, jem zgjidh, edhe prej aty jem gjujt mi telat burgut, edhe më ka ra me një shkatë tepër afër, edhe ma ka bot dobro jutra ati, rrahje, ujë, që ishin banja, dhe një kohë e kishim për veti, sigurisht edhe arnia, e kishim pa mu mundur edhe të urinonim. E krejt atë proces do thot ne hiqim pantollat këta udhbashat serbe, se mos s'myshe me kap as në trener ka kum qenë, as një lec nuk myshe me kap ma me dorë, sepse ishim maltretuar dhe të rrahur brutalisht. Edhe kur i kanë kryer krejt ato procedura, dikun ka 12 nac, është boshatis objekti, na jemi konë të lidhën, mbrapa dere, sigurisht edhe arnia na të zyrën që ka qenë, po se kum di çfarë zyre është, se ka korridor i madh, zyre shumë, edhe kur qaj procesi i rrahjes pijuj, shkom bani urina, një supath serb qelsin që tu zgjedhe, hop, e la një tavolinë si formenel, e la mas një vazo të luleve artificiale. Edhe ky zburq si shpinës teme, supoft si avnishala ja u din emrat sakt, ky e ka harru qatë shkopin e gomës që më ka rrah mu, e ka harru nër tavolinë. Edhe masi janë shku ata një kohë që aty pak jem për gjumë, e kum kap atë shkopin e gomës edhe e kum rrinja qelsin ka dale edhe jem zgjidh. Po tash ka qenë krejt dritare edhe kur jem shku në mesin e dritares të asaj zyre, ma ka qit oborrin e burgut. Edhe jem ardh jem lidh. Jem shku edhe një herë, jem zgjidh edhe një herë, edhe e kum pa që ish muri burgut afër, pa ka një eroje atje, një eroje i sigurimit burgosnive. Ka një farë si ka qenë pik vrejtimi, e një gardiani. Jam ardh jem lidh, ndërkohë kur jem lidh, në dytën herë, i kom një ecjen në për korridor, tap tup, ka qenë një eroje, tash o konë serba, se di, po ka qenë i qalë. A di kështu, ecke tu ta palu. Unë e veç jam pështet, jam bo kështë po flaj edhe hop, më ka zot gjumi. Edhe ka dalë, ndërkohë nuk e di sa ko kum flajt, para me nxesit, para se mu zdrit, kum një zonat e gjelave tuk nu qetë tu le, edhe më ka dalë gjumi, e kum rri qelsin prap, jem zgjidh, edhe prej aty jem gjujt mi telat burgut, prej telave të burgut jam ra poshtë një familje grapsi, atje poshtë, kur jem ra atje, po fizikisht jem konë mirë, se aty o desh më thuj kam, o desh më thuj durth. Po kur rash paralelisht edhe me kam edhe me dur, kogja mire amortizova atë goditje edhe veç kum këqyr një moment të dritarja ku kum këcy, edhe një moment atje, tash po më kërset në i kalash, edhe jam qu, edhe e kum kalu atë muri, o konë një muri, ndoshta 1 metër e gjysë, ndoshta ma nalt. As vet nuk e di që e kum kalu, edhe kum kalu aty, dikon një 20-30 qenë. Aty jem ka një qamë se kur na kanë shtin kerët e Proj Gërvalës, na kanë rre me kondak të revolës. Edhe do të thot kemi qenë 2 gjakosën edhe avnia, në kokë edhe në veshën edhe jemi konë krejt gjakosën. Edhe do thot kur kum kalu ka qetë, as njoni s'ka bozo. Dyqysh
rrishin urt edhe veç më shiqeshin. As më mleja, as hec edhe jem shkua se rrugë e përpjet, kur o qu një helikopter. Pasha e kanë pas informatën për mua, se kanë pas nuk e di, po edhe jem fut në një shkurre me thera, e kum hjek thera, ko gjagat, krejt në për thera jem hi, jem mshefsh aty, a ena helikopteri një ko gja, në për qytet pesë, edhe kur u ndal helikopteri, do thot, nuk nisha ma zhurm, jem nis në drejtim të Istogut, se me nesha marrë për deqen në zonë e ushqisë lirëtare të Kosovës, po e kisha të pamundur, nuk disha ka, mo shku ka mali, e disha që është ajo kazerë me ushtrisë për mi Karagac, edhe jam nis drejtim të Istogut. E di që i kum pa do shkije me lëp, edhe më ka ra me një shkatë te për afer, edhe ma ka bot dobro jutra ati, edhe kum ecë shpejt se u tuqa që aty Cige Brestovik më doket, janë që të fshatna,